Pogradeci ka zgjatur sezonin turistik edhe gjatë muajit shtator, pasi turistët vendas dhe të huaj vijojnë të jenë të pranishëm në qytetin liqenor. Sipas njësive akomoduese, ky muaj ka qenë i kënaqshëm, ndërsa ka kërkesa të shumta edhe për muajt tetor dhe nëntor, kryesisht nga grupe turistësh të huaj, por edhe nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Kryesisht kemi rezervime nga klientë të huaj, turistë të huaj, kurse gjatë fundjavave normalisht kemi pasur dhe klientë vendas. Janë kryesisht nga Irlanda, Italia, Gjermania, Greqia. Gjithashtu kemi pasur edhe nga Spanja. Klientët vendas kryesisht nga Tirana, Elbasani, Durrësi, kemi pasur edhe nga Vlora gjithashtu. Turistët gjerman shprehen të mahnitur me mikpritjen që është bërë në Pogradec. Është hera ime e parë në Shqipëri. Ajo që më pëlqen më shumë është vëmendja që na kushtoni. Na trajtoni shumë mirë, me mikpritje të jashtëzakonshme. Nata tradicionale shqiptare është e mahnitshme. Kostumet, këngët dhe sidomos ushqimi këtu është thjesht i mrekullueshëm. Nga të dhënat e Bashkisë së Pogradecit bëhet me dije se numri i turistëve të akomoduar në 6 mujorin e parë të vitit ka arritur në 75.000, duke shënuar një rritje krahasuar me një vit më parë, si dhe janë shtuar ditët e qëndrimit të tyre. Rreth 5.000 turistë i kanë qenë më shumë për sa i përket statistikave të krahasuara nga viti i kaluar. Në bazë të kontakteve që ne kemi pasur me strukturat akomoduese dhe me operator turistik në Bashkinë Pogradec, na ka rezultuar që ky sezon turistik ka qenë vërtet i mbar. Një tjetër fluks pritet të sjellin festat e nëntorit dhe të fundvitit, ndërsa çmimet vijojnë të mbeten të pandryshuara.